zotëri, baba im, unë je thash, nuk ka qenë kopil. Ky zotëria më ka vrarë. Vllai ka vrarë vllain. Po. Ky e ka vrarë dhe nënën e vet, i ka thënë dorën atëherë në atë kohë. Po, unë e fal. Ama ligji do të bëj punë në vet. Edhe kur vdesi, kur dali para Zotit, ai do dënohet. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Duna Ladro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni dhe të abonojeni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim do të shkojmë në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Do të hap dritaren për një 31 vjeçare i cili quhet Pollum Paluka nga Fushkruja. Do të tregoj një konflikt të vjetër mes tij dhe Xhaxhait, ku ky fundit e ka akuzuar për kanosje dhe sot i riu po përballet me drejtësi shqiptare. Por ky konflikt është akoma më i errët në familje Paluka, ku është derdhur dhe gjak. Por çfarë ka ndodhur, do të jetë 31 vjeçari që do na i rrëfej ditën e sotme këtë histori. Pollum, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Unë e lexova mesazhin që ti më dërgove dhe audio, nuk arrita do t'i dëgjoja të gjitha audiot, por me sa kuptova pas ke një problem madhor. Po. Po çfarë ka ndodhur? Në vitin 2016, mos gaboj, Po, kam pasur një konflikt për çështje prone me Xhaxhain tim, biles. Dhe për një trok trashëgimies nuk ngjohte me hedh as firmën, dhe mënyra si të më largonte nga prona. Ky bëri një denonsim të rrejnë, sigur unë fjala i kam dalë para, një bashkëshatar tjetër, i kemi zënë rrugën dhe unë e kam terrorizuar. Kur të budallishet që ka folej në polici, nuk ka shoqëruar policia të tonë komisariat, ka shku në vend ngjarje, ka pa për gëzhoja s'ka, ka pa për armë s'ka, ka pyet tërë fshatin, a keni nxurr me armë, jo. Dhe pas 8 orësh na kanë liruar. Dhe ne menduam se janë mbyll letrat kishin pas shkuar në prokurori. I dashur Pollum, unë do të pyes, bëhet fjalë për një pronë të trashëguar në çfarë vendi të Shqipërisë? Në një fshat afër Fushkrujës. Mund ma tregosh historinë e pronës, se keni të trashëguar nga kush dhe si lindi ky konflikt me Xhaxhain, se që nga e rënd që Xhaxhai ka denoncuar nipin? Po. E kemi pas tokë trashëgimie, tokën e gjyshit. E qartë, po? Po, edhe për të pjesësuar tokën, dhe do hedhshin firmën, bashkuar në gjyq, me marrëveshje, për shembull, si xhaxhallar të tjerë, si halla, kupton? Gjithë fëmijët, le të themi, u mblodhën që të ndanin tokën, në mënyrë të barabartë, një pasuri nga prindrit. Po, të gjithë rënë dakord e hedhën firmën, ky nuk e hedhte. Pse? Me çfarë motivi? Se pretendonte se ta mbante ky, a kupton? Por si do e mbante ai, vetëm ai nuk e mbante dot pronën, se sa motra dhe vëllezër janë gjithsej? Por njëri Xhaxha me ka vdekur dhe halla. Pra janë 4. Po. Me gjithë babain tënd vën 5. Baba im nuk jeton. Më vjen ka keq, se do të pyesja po baba juaj si reagoi, por ka ndruar jetë. Po. Në momentin që u mblodhët për të hedhur firmat, ky Xhaxha, si quhet Xhaxhai? Pietri nuk pranoi të hiqte firmën. Jo, sepse donte ta shfrytëzonte këtë pronë. Fjala ta largoj këtë, ta marr për fëmijët e mia, kupton. Por çfarë ndodhi më pas, në momentin që ai refuzoi të hiqte firmën dhe sigurisht që prona nuk u nda me një ndërmjetësim? Unë i thash do të ma hedhësh se s'ban firmën. Ai tha unë nuk ta hedh dhe unë thash do të ma hedhësh se s'ban, tha unë do të denonsoj. Thash do të denonsoj. Unë thash se tha për momentin, s'ma mor mendja se do të denonsoj me vërtet. Ky shku të denoncu pastaj se kanë dalë para, a kupton. Kanë personu, kanë bërë. Por ti me kushurinë e tu me fëmijët e Pietrit nuk e folur, se besoj ata janë të rritur? Po, janë të rritur, po ata në sy thonë, s'kena që i bëjmë sa është budalla. Pastaj pas shpine, pështesë, një thotë mija e ke bon, se t'ja morim në, ta gëzojmë në.
Ai firmë nuk e hodhi dhe ajo pronë sot kush e ka në shfrytëzim, le të themi. Pastaj mas pak kohësh e ka hedh firmën dhe e gëzojnë me certifikat. Arritet që të pajisëshit me certifikat dhe prona u nda. Po. Por denuncimin e bëri ai, pra denuncim e bani ai. Por në momentin që u bë denoncimi dhe letra mbërritën në gjykatë dhe ty të thërriti gjykata, shkalla e parë. Në prokurori. Në prokurori, po, sigurisht, prokuroria bën hetime dhe më pas çështja kalon në gjykatë. Ti nuk fole me Xhaxhain. Prandaj e bëri deklaratën ai te noteri, si kemi pas një keq kuptim të momentit dhe s'kemi asgjë mes njëri tjetrit. Por ato na thonë që çështja ka kaluar në gjykatë dhe s'kena çka bëjmë. Dhe akuzat që janë ngritur ndaj jush, kush janë? Tani, ky ka ngret akuzë për kanosje, mu më kanë dënu për dhunë familje, po unë s'kam ra njeri, se kam ra njeri. Pse, shkalla e parë të ka dënuar? Po. Edhe pse dëshmitarja veti dul kundra, si ky zotëria më ka mashtruar me pare, e falë se dëshiron ty, edhe dëshmitarja e lirë vjen ban tallat në gjykatë dhe në të lirë gjitha kupton. Por Xhaxhai juaj ka ardhur në gjykatë, është paraqitur në seancat gjyqësore? Ka ardhur, por një herë u paraqite, një herë s'u paraqite. Si t'ju tekte. A ka deklaruar ai ndonjëherë që në nerva e sipërm unë kam bërë këtë denoncim dhe nuk ka ndodhur dhunë? E pyeti avokati im dhe i tha deklaroj të vërtetën, tha, të më fusin burg, tha, kështu që jam i detyruar që të kundërshtoj që t'i rrija ta fjalë që kam thënë fillim. Sepse ai mund të dënohet për denoncim të rrem. Po, për denoncim të rrem. Edhe për mashtim dëshmitar që i ka blerë me parë. Xhaxhai ka blerë dëshmitar njerëz që kanë ardhur dhe kanë deklaruar kundra jush? Po. Dhe kush janë këta persona? Një grua, nga pshati aty, dhe një djalë po nga burgu, të ka pa në gjykatë, si fantazme, sillen nga burgu, të dhanë dëshmi në gjykatë. Prokurori ke gruaja kishte thënë se unë e kam parë Kolumbin që i ka dalë para këtij. Kurse në gjykatë, tha që e vërteta është se pyetën si ka thënë punën si e pave, jo, unë nuk kam parë gjata, por vërteta është në ky zotëria, në ka me gjithë gruat e shtëpia, hajde thuj këtë çfarë fjalë se nuk ka gjë me problem. Kështu që ky më ka mashtru, me fol si dëshiron ky, po unë as di gjë, s'kam pa gjë. Ka thënë dëshmitarja përpara trupit gjykues. Përpara gjykatës, po. Edhe erdhe vajza vet, tha, ky zotëria më ka mashtruar nënën, tha, më ka bërë këtë. Nëna ime tha ka qenë të shtëpia ime, tha, më laç. Ky tha, kur disi ka bënë denoncimin ty, tha, nëna ime ka qenë të shtëpia ime laç. Ky tha ka mashtruar, ka punë, tha, të fol prokurori budalliqet që ka dëshiruar ky. Por gruaja në fjalë është po nga zona juaj, e njihni ju si familje? Po, nga fshati jonë është, po. E ke takuar ti më pas për t'i thënë që pse shkove në prokurori dhe dhe një denoncim të rrem, ku në gjykatë the tjetër gjë? Po, e takuam aty pasi dolem jashtë gjykatës, edhe ata ma bë edhe tha kërkej fare, tha nëse të kam shqetësu, tha po kështu tha na mashtrej ky, tha edhe ata që më ka mashtru, tha unë ja deklarova gjyqtarët në sy që më ka mashtru zotëria. Por djali që ishte në burg dhe erdhi nga burgu vetëm për dhënë dëshminë, ai çfarë tha dhe kush ishte? Dhe një fshatar aty ka thënë, por dëshmia që ka dhënë ky, ka thënë që kur e kam pa Kolumbin, s'i kanë dalë para ky, ka qenë prezencë pashkja, kjo gruaja. Po kjo thotë unë s'kam qenë para prezencë, më ka mashtruar ky. Kështu që ky burgaxhi, e kupton, ku më di si ka dhënë ai lek, ai fut ta fjalën e i tha. I dashur Pëllumb, unë po e kuptoj që pas ka konflikt me Xhaxhain tënd me Pietrin, por Pietri pasi ju ndat pasurinë, se gjithë konflikti ka nisur për pasurinë. Pasi ju ndat pasurinë, ai dha një deklaratë notariale ku tregoi se kishte gabuar për atë denoncim dhe nuk kishte ndodhur konflikt. Por pse ai në gjykat gjeti dhe dëshmitar
dhe do të në një farë mënyre të shikoj ty në burg. Pse po e bën këtë gjë? Këtë gjë e bani për të nxjerrë dëshmitar se si më shpëtoi nga burgu, se ka bënë një denonsim të rrem për të mbrojtur. Që s'kishte asnjë lloj fakti ky. Se kur bësh denonsim për ganosje, s'ka as armë, as gjoja, as zhurmë arme, se policia ka bërë ekspertizmin aty. Tani ti bën prokurori, do shkosh në burg o zotëri, se ke bërë denonsim të rrem, se ti ishte për burg, nuk na kishin nxjerrë ne për 8 orë, na kishin shumë në burg. Ky për të shpëtuar vetë mos më shkon në burg, apo të nxjerr të dëshmitarë pa shpëtoj unë tani, a kupton? Ky është motivi i tij. Ndërkohë je dënuar dhe ti dhe ai shoku jot? Të dy jeni dënuar? Ai është dënuar me 5.000 lekë gjobë për mos kallëzim krimi. Fjala. Çfarë do kallëzohet ai? Ishte mashtrim. I dashur Pullum, ka patur ndonjë përplasje me xhaxhain tënd, jo me armë, por a ka pasur ndonjë përplasje dhe le të themi ai e ka shfrytzuar këtë situatë duke të denoncuar ty? Ai thjesht denonsimin e ka bënë se përfitesi jam në krye plak, fjala. Dhe lajmëroi policinë onë dhe ta tërmë dhe më zguxoi që të vijë më këtu, a kupton, që ti bëj presionon policisë. Krye plak është xhaxhai apo ju i fshatit? Jo, ka qenë ai, Ka qenë xhaxhai dhe ai e ka njoftuar policinë, por ti realisht ke patur ndonjë përplasje, sepse duke ditur që zanafilla burimi i konflikteve ka qenë prona, mund të ketë pasur ndonjë përplasje mes te dhe atit. Gjitha i hedhen firmën që thote o zotëri, baba im unë e thash nuk ka qenë kopil. Mes me hedh firmën ti, është vëllai jot po. Ta tjerët e hedhen, po ti pse se jot? Jo po, më duhet mund kje provën se e kam shfrytzuar 20 vjetë dhe më duhet tani prapë, pse ta mosh ti. Sa ajo pronë është shfrytzuar nga xhaxhai, historikisht. Po historikisht nga ai është shfrytzuar. Dhe në 2006... Edhe më duhet mund. Unë kam harë këta ka 20 vjetë, sa do t'ja kupton. Si vje merr ti kështu. Mirë, ajo nuk është e drejtë, sepse ju në 2016 keni vendosur ta ndani këtë pronë dhe secili do të marrë pjesën e vet, por fatkeqësisht njerëzit e Shqipërisë arrin do ta kuptojnë që ajo pronë që vjen e trashëguar nga prindrit ndahet mes fëmijëve dhe nuk e ka vetëm njëri. Ky është një problem shumë i madh. Po, mentaliteti i dobët i atij që e kanë ndjekë këtë gjë, se unë e kam marrë 20 vjetë, kështu më të ka mund tani se e kam hangëron. Se gjithsesi ata të tjerë e morën pjesën e vet, pse unë mos ta marr pjesën time? Bëhet fjalë për tokë? Për tokë të trashëguar. Për tokë. Gjithsesi ju nuk keni më probleme, konflikte për tokën se e keni ndarë. Secili ka marrë certifikatën e vet. Po, unë kam marrë certifikatën, më në fund ta e hedhë firmën. Ai tani është penuar se e ka bërë denonsimin, por se thotë do të se e ka bërë denonsim të rrejnë, se do i shpëtoj burgut ai. Që po të thotë se e ka bërë denonsim të rrejnë, e ka deri 3 vjetë burg. Sa vjeç është? Por tani pse dënon padrejtisht për dhon familje, se unë s'kam rrah njeri, ose kam rrah. Se këne ka bërë denonsim për ganosje, këne bërë deklarat e noteri që me pas një kishtë koptim të momentin e gjemës njëri tjetrit. Edhe mashtroi dhe dëshmitar, i bia aty. Gjithë sa i ka paguaj, hajde të thoni këtam pa bete, ta fjalë. Sa vjeç është Pjetri? Nuk e di, po është më dhe tani 65, mos gaboj. E qartë, është mosh madhore, sigurisht, është xhaxhai juaj. Por gjykata e shkallës së parë ju dënoi me çfarë? 12 muaj detyrim paraqitje, fjala për dhon familje. Unë se kam rratë, s'kam rratë njeri që më dënën për dhon familje. Ju nuk keni dënuar me burg, por me... Deklaroj gjykata se ka kam rraun, ta deklaroj shteti se unë ka kam rratë si më dënën, nuk kam rratë njeri jonë që më dënën me 12 muaj detyrim paraqitje. Nuk keni dënuar me burg për dhunë në familje, por me 12 muaj detyrim paraqitje. Po. Por pasi gjykata e shkallës parë dha këtë vendim, komunikove me xhaxhain, pate kontakte me xhaxhain? Jo, vetëm e kam apeluar në gjykatën e apelit Tiranë për ndryshim vendimi edhe për pafajësi, që denonsimin e rreth. Edhe për këta dëshmitarë që vinë tallën aty i herë, thonë kena po i herë, thonë na ka mashtruar zotëria me pare. Mori shteti masa, që nuk si e dëmtoke një person ti që të mashtroj me pare vjetë deklarë aty, ju mashtroj kjo në bani kjo.
Jo, po kjo është e rëndë, nëse këta persona përpara gjykatës kanë thënë që na ka mashtruar, gjykata i ka marrë parasysh, besoj, të gjitha dëshmitë. Gjykata nuk i ka dëgjuar të gjitha, po ti merrte parasysh seriozisht gjykata i dënonte për dëshmi të rrënd. Ata janë të lirë sot, çfarë janë dënuar si gjë. Ishte gjyqtarja Ngeleta Hoxha, pasi e ka dënuar mua pas pak kohë, ajo u arrestu për korrupsion. E qartë, e kuptoj. Ndërkohë ti jenë në shkallën e dytë, jenë në shkallën e apelit, e ke apeluar vendimin e shkallës parë, se nuk je dakord për atë vendim, sepse je i pafajshëm, kërkon pafajësinë dhe të ndryshohet vendimi. Po. Në çfarë faze je tek apeli? Unë kam apeluar në vitin 2018 dhe letrat janë akoma atje. Tani ka shumë radhë në gjykatën e apelit. As nuk na kanë thirrur, as nuk e di se çfarë po ndodh. Dhe të mendosh Pëllumbe ke nisur këtë histori me drejtësi shqiptare në 2016-ën, sot jemi në 2025-ën dhe ti ende se ke mbyllur këtë çështje. Ende se kam mbyllur dhe dëm psikologjik, dëm ekonomik, plus ka pas shumë njerëz që më kanë rrejë, si në fillimisht mashtroi ky, pastaj e kuptuan njerëzit se ky ka mashtruar, që gjë pse e ke bëte këtë punë. Kur vazhdoi këtu botë deklarat kanë atëherë merr të shtëpia tu qohet tu bon aman si ta mbyllim këtë punë thash pranoj zotëri se e botë denuncim të rënë ton fusin në burg mu si doja bëjon. E mendosh e mirë kur e bosh denuncimin se nuk ka lojna me shtetin. I dashur Pëllumb, ju keni edhe halla, edhe njerëz të tjerë të familjes së babait, por ata kanë folur me Pietrin se të kanë nip ty dhe nuk duan të shikojnë ty pas ekurave, sigurisht, apo të dënuar. Do të ishte puna për pas ekrave, unë do isha dënuar që momentin kur ka bërë denuncimin ai zotëria. Se të ishte për pas ekrave, ta kisha rrahun, ta kisha terrorizuar me vërtet, në isha mburg, nuk isha i lirë. 8 orë dhe me kanë nxjerrur. Ju jeton Hallat e gjërat të tjerë zotërisë i kanë folur se ti i takon pjesë e babait vet. Kështu se si që na edhe në firmën, edhe ti dhe shkoi djali punë vet. Mos u merr me budalliqe. Jo ta denuncoj me ta tajmin e ta largoj me imagjinatat e atij. Se e kam hënë tash ka 20 vjet dhe pse t'ja jap ti. E ke hëngër tash liroja pjesën e vet. Pra, njerëzit e babait janë në mbrojtje ndaj jush dhe i kanë folur Pietrit xhaxhait tuaj. Nuk ishin mbrojtje ndaj meje, po ishte diçka që më takonte. Nuk ishte si ti isha të mor pjesën e atij unë dhe ishin ti thonë ata jepja dhe ti pjesën e tatë jepja këtij. Ishte pjesë e babait tim. Te babai nuk ishte kopil me nxjerr pas lloj pjesë. Çfarë viti e ke humbur babain? Në vitin 2003. Herët e pas ke humbur. Ke qenë i vogël, besoj. Në klasë 2. O, sa i Klasë 2. Nga se ka vdekur babai? Ky zotëria më ka vrarë. Si ta ka vrarë? Po. Vllai ka vrarë vllain. Po. Në pikërisht për këtë pronë, për këtë tokë. Wow. Mund të ma tregosh çka ka ndodhur se Po, në vitin 2003, ky e ka vrarë vllain e vet për këtë tokë. Unë kam qenë 8-9 vjeç. As e maj mend babain, dhe çka kam pa fotografi, kam qenë shumë i vogël. Dhe ne, kur është dhënë dënu ky zotëria, nëna ime e ka falur. A kupton? ky ka planuar krimin, është dënuar në atë kohë. Po, ky ka pranuar krimin edhe me armë pa leje, gjitha, edhe dënë muj burg ka bon, se shka pagujt shtetin, se shka korruptu, dënë muj burg ka bon, dhe ka dalë. I dashur Pëllumb, më vika shumë keq, më shokove, sinqerisht, se nuk e dija këtë pjesën tjetër të babait, mendoja që babai ishte larguar nga kjo jetë, nga ndonjë sëmundje, por babai si quhet? I ndjeri? Aleksandr. Në çfarë kushtes e ka vrarë Pietri Aleksandrin? Nuk e di, ka shumë vite, unë kam qenë fëmijë, më thashun edhe babai tim se majmen dhe çka kam bërë foto. Ky e ka vrarë edhe jashtë arratis, pastaj vetë dërzon polici.
E ka vrarë me armë në Fushkruj. Po me armë në Fushkruj, po. Si e ke mësuar këtë ngjarje? Sot je një djalë i rritur dhe besoj e ke pyetur nënën dhe atë ka treguar historinë. Ata kanë qenë të dy vëllezëri, pra babai juaj i ndjeri Aleksandri dhe xhaxhai Pietri kanë qenë në konflikt për pronën. Po. Dhe ky i fundit mori armën dhe vajti e vrau? Po. Pikërisht për atë pronë, si kam pas konflikon me ta. E ka vrarë në shtëpi, në rrugë, ku e ka vrarë? Në shtëpinë e vetë. Dhe më pas e ka lënë aty trupin dhe është larguar? Po, është arratisën. E të mërshme, por gjyshja e cila ajo në atë kohë ka qenë gjallë, besoj. Po, ka qenë gjallë, po. Gjyshën, kur e ka dëgju gjyshja, krismat e armës, i ka kanë qarë bërë mërë, ky e ka rrë dhe nënën e vetë i ka thët dorën atëherë në atë kohë. Shumë e rëndë. Po. Është dhe në YouTube vrasja, është dhe në YouTube historia që ka ndodhur, është dhe në YouTube. Unë sot po e dëgjoj për herë të parë, nuk e kisha dëgjuar historinë e familjes tuaj dhe sinqerisht më vjen keq, por sa vjeç ka qenë babai juaj në atë kohë, kur është larguar nga kjo jetë? 39. Shumë njeri, 39 vjeç. Ndërkohë, sa fëmijë jeni? Sa fëmila? 4 fëmijë. Me jetë të jeni të 4. Dhe xhaxhai juaj pasi vrau vllajin, u arratis dhe sa kohë qëndroi në arrati? 2-3 ditë pasaj është vetë dërzuar. Por si ka mundësi që ai u dënua vetëm me 9 muaj burg? Dallaveret ati që bën shtetë që korrupto. Ku di unë shteti shqiptar ishte, paguj lekë dhe vret ka dushë dhe zënosh. Kur e denu zotëria, para gjykatës, ka dalë para gjykatës dhe e kanë pyet. Po? A e falë që i ka thonë, po, unë e falë. Ligji do të bëj punën e vetë. S'kam gjë me ta. Kam 4 fëmijë për të mbajt, për të rritë, ama ligji do të bëj punën e vetë. Ligji e nxjerri për 9 muaj për jashtë. Me orën pa leje, me krimet që ka bënë. Se shka korruptu, se shka pagujt, punën e vetë. Edhe sot është në Amerikë. Edhe pse ka bënë krim, se është në Amerikë sot. Pietri xhaxhai juaj jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ka 4-5 vite që ka shkuar në Amerikë. Ku di unë ka vajzën e vetë dhe i ka bërë bashkim familjar, nuk e di me një rësë që ka shkuar. I dashur Pëllumb, në momenti që ndodhi krimi, që pas keni humbur babain dhe sinqerisht më vika shumë keq që nuk e ke njohur babain tënd, ju jetuat me nënën, kontaktet si keni pasur me xhaxhain, me Pietrin? 0 apo le të themi nëna e fali dhe i foli? Nëna e fali, punoj rriti fëmijët e vetë, së morë me ata, që ka vrarë vllain e vetë, që mu morë me ta. Ju keni jetuar afër me njëri tjetrin? Shtëpia 200 metra larg i kemi pas me njëri tjetrin, por ne kemi 10 vite që jemi larguar nga fshati, që u përmbytëm edhe u larguam. Jetuam në Fushkruj. Që bletën një hyrje. Jeni shkëputur, por fëmijëria jote si ka qenë në raport me xhaxhain që vrau babain tuaj dhe me fëmijët e tij? Fëmijëria ime ka qenë, kam bërë shkollën e mesme, pastaj jam larguar në Gjermani. Kur jam kthyer nga Gjermania, i kërkova firmën e tokës që të marrë pronën time që më tako. Ky bëri vlerësimin pastaj. I dashur Pëllumb, unë flas shumë sinqerisht, ndonjëherë njerëzit e marrin për dobësi sinqeritetin tim, po unë kështu jam dhe kështu ditë flas dhe nuk ndryshoj. Teksa po flisja me ty në fillim dhe po ma tregoje këtë histori, po dyshoja që ndoshta Pëllumbi e ka kërcënuar xhaxhain për pronën, mund të ketë bërë ndonjë përplasje dhe ky fundit i ka denoncuar. Por tani që më tregove të gjithë historinë e familjes, që ky xhaxha për këtë pronë, pas ka vrarë dhe babain tuaj, tregon haptazi që ky njeri mori jetën e babait tuaj, tani kërkon që djalin e tij ta fusi në burg,
Kjo është e dhimbshme, për një pronë që fundja është e jotja, e ke të trashëguar nga babai, i ndjeri që se gëzoj kur. Po, ky mendoj kështu se tani vetëm është, t'i bëj dhe një denuncim, se unë në atë kohë panosha në fushkruj, t'i bëj dhe një denuncim e s'na vjej fare komishatët ta trenë, a kupton. Edhe ti tham ikë që s'ta firmë, ato që ja kam shfrytzu ka 20 vjetë, ta shfrytzoj prapë, a kupton. Pullum, ti je i rritur, sa vjeç je, më falë që të pyes? 31. 31 vjeç, je i rritur. Ke mundur do të flasësh si një burr i rritur me xhaxhain tënd pas gjithë kësaj ngjarje që ka ndodhur? Po, merë të shtëpia, si kishëm pas bo presion në prokurori, që për denuncimin të rrajnë që ke bo, dhe dënohesh, merë të shtëpia, të qaj, unë jam i smote, ta është deklarat, që si i smote deklarat, vla, i e i smote dhe më sta merë më sëra. Si të bëmjëllin këtë qështje, ta është hajde të noteri, va deklarat që ke bo denuncim të rrajnë. Erdhë kjo noteri, po tha bëjmë. E thot, noteri zotëri ke për Shkumburg, po ma mirë bane që ke pas një kish kuptim në momentit, nëse base ke po denuncim të rrajnë. Po mirë tha bëjmë që kemi pas një kish kuptim në momentit, nëse kemi asgjë mes njëri tjetrit. Por ajo deklarat... Edhe firmosi zotëri, edhe firmosa dhe unë. Ajo deklarat notariale nuk u morë përsipër nga gjykata përderisa shkalla e parë të dënoi me 12 muaj detyrim paraqitje, një vit. Po, nuk u morë përsipër, jo. Edhe dëshmitarë që deklaroj, dëshmitarë që zotëria më ka mashtru, me folë si që dëshiron ky, edhe ajo nuk u morë përsipër. E kuptoj dhe çështja tani ka kaluar në apel dhe ti ende se ke mbyllur këtë histori, këtë ngjarje që për vitin 2016. I dashur Pëllumb, ajo që po kuptoj është që nëna juaj pas ka qenë shumë heroin. Po. Ju ka rritur dhe me sa kuptoj, derën nuk ja ka mbyllur vrasësit të burrit. Jo. Një grua e fortë. A erë të shtëpia, vëtë kur ra dera, edhe kur thot, mami thot, kur e thot ka ky, ta qa do bëjmë, thash, po hapja derën, thuj qa do. Kur hap derën, po i thot, urdhëro, am paroni mrejnë, e të shatë, të bëjmë, kam bo gabime, si do e mërëdim këtë qështje, si do e bëjmë. Edhe pasta e more me shkumë të noteri, bëm deklaratën, po se pranon se do dënojnë, se kam bote nësim të rajnë, e kupto. Ka frika e të thotë se unë kam bote nësim të rajnë, pra ne i nëzori dëshmitarët, si që të ketë një provë, një fakt, që të shpetojnë nga kur, e kupto, se gjë për me malon fajnë mu. Më thej që të gjithën këtë gjë e kam përjetuar dhe nga ana psikologjike. Ka i shumë e ke përjetuar? Po normal. Po normal se dënoni njeri I pafajshëm. është dëm psikologjik dhe dëm ekonomik. Që në tonë të vite vetëm shumë shpenzime kam bërë. Dhe të besoj, të marrësh një avokat për viti 2016, sot jemi në 2025-ën, që të ndjeki çështje gjyqësore, të apeloj vendimi nga shkalla e parë, vazhdosh në shkallën e dytë, dhe kjo rrugë s'dihet sa do vazhdoj, është një kosto shumë e madhe ekonomike dhe të besoj për këtë pjesë, por ajo që është më rëndësishme është edhe shëndeti jot mendor, sepse e ke përjetuar këtë situatë dhe gjithnjë je me frikën çfarë do ndodhi me mua. Çfarë do vendosi apeli? Po, sepse i moshet me një bë denuncim prapë njeri, po s'morë masa shteti, do bëj prapë denuncim ai. Ai ka vërë bë denuncime që nuk i kjetë besa, ai çfarë s'bën. Por pse frika jote më e madhe është sepse gjykata e apelit, unë nuk jam avokate, po thjesht po më shkon në mend në këto momente. Gjykata e apelit mund të lërë në fuqi shkallën e parë, 12 muaj me detyrim paraqitje dhe gjati ato 12 muaj i ke kryer dhe kjo çështje mund të mbyllet. Por frika jote më e madhe kush është që ai mund të denoncoj prapë? Frika ime më e madhe ose do të denoncoj prapë ose do të më bëjnë pabesinë. Unë kërkoj që të marrë pabesinë dhe nuk kam njëri të njën shtetë që të më bëjt dokumentat që rrezikojmë Shqipëri nga ky njeriu e të kërkoj azil jashtë shtetit. Por pse? Se ky për ndjek edhe me shtetë, o vëlla.
Mirë që më ka vra, po tani ki për ndjek në më shtet, pagu dëshmitare, pagu... Fillëm për ndjek tani, edhe shtetim shpen. Tani është e frikshme të jetojmë në Shqipëri. Ti aktualisht i larguar nga Shqipëria? Po. Por, mënyrë se si po ma tregon, ka që rrezikshëm është ky xhaxhai juaj mirë... Ka vra vllon, ka dalë në muj për i burgu, edhe se ka vra, ky njeri ka në kryeplak fshati. Me veshti, që ai ka vra vllon e ven kryeplak fshati, si kush janë ata njerëz që e ven kryeplak fshati nuk e di. Edhe Amerika e ka të ndaluar për njerëzit që janë dënu, që kanë bërë krime, të shkelin, ky shkon në Amerikë. Se çfarë dallaverës ka paguajt, se çka ka bën aty në ambasadë, dallaverët e tij nuk e di. Ky ka forcë me shtetin, edhe prandaj i bën dajana. Unë tani nuk jam avokat, nuk i di ligjet. Me bë dokumentat e azil politik, azil, që më përndjek kënjeria, që të largon fare nga Shqipëria, që unë jam e rrezikuar në Shqipëri nga kënjeri. I dashur Pëllumb, gjatë kësaj kohe që ai ka qenë në Amerikë apo dhe kur ka qenë në Shqipëri, të ka shqetësuar, ti je ndjeri kërcënuar nga xhaxhai? Jo, pasi e kam apeluar në gjykatën e apelit, unë jam larguar nga Shqipëria. Që i bie viti 2018. Po. Pra, prej vitit 2018 je larguar nga Shqipëria dhe nga 2018... 2019-2020 mos gaboj jam larguar. Je larguar. Por nga kjo periudhë deri më sot, ke shqetësime më nga xhaxhai apo është frika jote më e madhe? Frika se do na bëjnë ai pabesime shteta. Që pagu ky. Merr njerëz nga burgu ishte dëshmitar. Tani çfarë do bëj burgaxhivon? Si ka punë si fantazëm aty. Por është pa logjikshme, pa imagjinueshme një xhaxha ta merret me nipin dhe mbi të gjitha që i ka vrarë dhe babain. Për çfarë e bën këtë gjë ndaj teje? Sa ai u pendua, gabova, erdhi qau, të kërkoj falje dhe pse ai do ta merret akoma me ju? Ai nuk u pendu. Po nga që i bën presion te prokuroria se ti, zotëri, ke bërë denuncim të rrend, ki kujdes se dënohesh në gjykat, që nga frika se do dënohet, e vjen te unë. Si do ta mbyllim. Jo se u pendu se ma bëri mu këtë dëm, ose këtë keqe. A se po të ketë mundësi e pa prapë denuncim, po të ketë mundësi e i pagu dhe njerëz, e më vret. Kjo është e frikshme, por nëna, motra, vëllezërit e tu si kanë reaguar në këtë ngjarje? Po shumë keq kanë reaguar, qa do bëndesh? Motra ti kam të martume, të familjet e veta, nuk jetojnë në Shqipëri, jetojnë jashtë. Janë me fëmijë, me burrat e vet. I dashur Pëllumb, ke një mesazh, sa kohë ke pa folur me Pietrin? Që se ke dëgjuar zërin dhe nuk ka sjellë kontakti. Ka shish në vitin 2018, kur ka dhënë vendimin gjykata shkallës parë. Pra ke 8 vite... Që kemi pa në gjykatë. Ke 8 vite që nuk ka asnjë lloj kontakti me xhaxhain tënd. Jo, as nuk dëshiroj sepse ndjem i friksuar nga ai, ndjem i rrezikuar. Nëse ai sepse mund të historia të çuditshme, dënësime të çuditshme, që ky i ka shpik, që i ka marrë ta dëshmit, pa i ka nxjerrë në gjykatë, ta dënësimin që i ka bën, ky i ka saju, që si ta largoja, ta dënoja ose ta shtuka. Mënyrat e tij, ku nuk e di unë tani. Nëse Pietri do të dëgjonte, ke një mesazh si nipi i tij? Po mesazhi është të pranoj po dënësimin e rrend, edhe të pranoj që ka marrë dëshmitarë, sepse edhe dëshmitarë që kanë zjerë, e ka deklaruar para gjykatës që zotëria më ka mashtruar. Që se ata e pret burgu, për të ketë drejtësi në Shqipëri, për të ketë drejtësi, ai dënohet edhe dëshmitarë dënohen. Për gjithë denoncimet e rema që kanë bërë. I dashur Pëllumb, aty ku jeni, keni kërkuar azil, e keni paraqitur situatën në cilën ndodheni? Jeni në proces? Jo. Nuk e ke bërë. Do të kesh dokumenta nga Shqipëria, që të kërkosh azil, do të kesh dokumenta. Po çfarë dokumentesh do kërkoj nga Shqipëria? Ai ka vrarë vllahun e shtetit shqiptar vetë për plak. Çfarë do kërkoj nga Shqipëria?
Shqipëria ndenot viktima. Ai ka vrarë vllahën me armë pale 9 muaj burg. Çfarë drejtësie ka Shqipëria? Por jam e sigurt që kërkon të japësh dhe një mesazh për drejtësinë shqiptare. Je i pafajshëm dhe kërkon pafajësinë. Po, për drejtësinë shqiptare, po unë do e kërkoj deri në Strasburg, drejtën time, s'do e lej. Ai paguaj sa doj, të korruptoj sa doj, po do apeloj deri në Strasburg, deri ku dalë drejta ime. Sepse edhe një fëmijë, po t'ja tregosh këtë denuncim që ka bëj, do e kuptoj se është një denuncim i rrem. Jo një gjyqtare që ka eksperiencë, një gjyqtare si del dëshmitari vetë thotë zotëria më ka mashtru, e keni bë denuncim për ganos, e keni deklarat e noteri, e firmos se po ke kuptim në momentin, janë dy gjëra të ndryshme. Tani mirë sa ta me mua, tu tanë me shtetin. I dashur Pollumb, unë të uroj shumë fat, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt, uroj dhe shpresoj që Pietri, xhaxha juaj, të reagoj, të kemi kontakt me të, për të dëgjuar edhe zërin e tij, për na treguar dhe ai versionin se çfarë ka ndodhur. Ajo që ne kërkojmë është pafajësinë tënde dhe ta uroj me zemër që gjykata e apelit të t'japi pafajësinë, sepse ti për këtë po lufton, të marrësh pafajësinë. Po, unë s'kam dëshirë as bisedoj me ta, as komunikoj me ta, unë kërkoj drejtën time, shteti t'japi drejtësinë, mos të korruptohet. Kështu që hajtë vazhdoj jetë në vetëm jetën time, që unë s'merre me ta, se ndërsa ka vrarë vllahën, ai ka marrë punë me jetën e vet. Edhe kur të vdesi, kur të dali para Zotit, ai do dënohet. Kështu që unë do të jemi si jetë, vazhdoj jetën time edhe kërkoj drejtësinë time, pafajësinë, edhe s'do të merrem me ta, s'do të kem kontakt me ta. E qartë, kuptoj, ti nuk do asnjë lloj kontakti me xhaxhain tënde, kuptoj. Mirë, do mbetemi në kontakt, i dashur Pollumb. Të përshëndes nga Tirana dhe sinqerisht u preka nga kjo histori që dëgjova. Më erdhi shumë keq, por forca, e drejta del në fund. Ki besim. Por nuk kam besim tek drejtësia shqiptare, sepse është korrupsioni ekstremisht i lartë. Edhe si ishte nevoja fare me apelu tek gjykata e apelit, se policia e gjyqtarja rrethit kruje dinë shumë mirë se ai denuncim i rrem, denuncim i mashtem, edhe dëshmitarët janë të lirë, edhe pse vinë të tallën aty si zotëria na ka mashtru, janë të lirë, dënohem unë. Se çfarë drejtësi ishte kjo, unë nuk e di. Të kuptoj. Por ki besim dhe mos u dorëzo, ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt, kështu që të përshëndes Pollumb nga Tirana. Faleminderit. Edhe unë ju përshëndes. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrua me mua deri në fund të kësaj video. Në fakt u shokova ditën e sotme nga historia e Pollumb Palukës, 31 vjeçari i cili tregoi se xhaxha i tij, Pjetër Paluka, i kishte marrë jetën babait përpara shumë viteve në vitin 2002, Aleksandrit të Ndjerit, duke lënë 4 fëmijë të vegjël dhe shkaku burimi i konflikteve ishte prona. Dhe sot ky 31 vjeçar ka konflikte me xhaxhain e tij për të njëjtën pronë dhe ky fundit e ka denoncuar se nipi ka dashur ta godasi dhe është dënuar për dhunë nga shkalla e parë. Por unë ne shpresojmë që të zbaret kjo e vërtet, pasi 31 vjeçari kërkon pafajësinë dhe nëse historia është kështu, urojmë që ai ta marrë sa më shpejt pafajësinë në shkallën e apelit. Zoti Pjetër Paluka, nipi më tregoi që ka 4 vite që është larguar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nëse është duke më dëgjuar, është i lutur të më telefonoj, padyshim do e pres telefonatën e tij dhe numri im i telefonit është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Mirë të dashur miq, ju falenderoj dhe juve që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori shqiptare, histori reale, histori njerëzore, histori vërtet të dhimbshme. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.